Qeveria ka iniciuar ndryshime ligjore në kodin doganor shqiptar, të cilat synojnë qartësimin, plotësimin, saktësimin dhe harmonizimin e disa dispozitave, me qëllim lehtësimin e procedurave për operatorët ekonomik në aspektin procedurial, nga pikpamja e regjimeve, garancisë, origjinës, ankimit, pagesës së kamatvonesave për detyrimet e papaguara, sanksioneve, ashtu dhe në atë të parafrimit të mëtejshëm në kuadër të aderimit në Konventën e Tranzitit të Përbashkët. Gjithashtu, projekt ligji i hedhur për konsultim publik synon qartësimin e aplikimit nga autoritetet doganore të sanksioneve për shkeljet e kodit doganor, eliminimin e qëndrimeve subjektive të administratës apo auditeve në përgjithësi. Ndryshimet më të prekshme lidhen me disa korrigjime që janë bërë pjesë së shkeljeve, duke mënjanuar përfshirjen e të njëjtave parashikimeve në dy nene, si dhe është vendosur një limit për kamatvonesën për detyrimet e papaguara. Sipas projekt ligjit, shuma maksimale e kamatvonesës që zbatohet nga autoritetet doganore nuk duhet të tejkalojë shumën e detyrimeve të importit ose eksportit, mbi të cilat zbatohet kamatvanesa. Sipas draftit, për të mundësuar autoriteteve doganore të kryejnë analizën e duhur të riskut dhe kontrollet e duhura të bazuara në risk, është e nevojshme të sigurohet që operatorët ekonomik tu ofrojnë atyre të dhëna dhe informacion para mbërritjes në lidhje me mallrat jo shqiptare në formën e një deklarate përmbledhëse hyrjeje. Mundësia për të paraqitur një deklaratë doganore ose një deklaratë për magazinim të përkohshëm në vend të një deklarate përmbledhëse hyrëse duhet të jetë e disponueshme vetëm nëse autoritetet doganore ku paraqiten mallrat e lejojnë këtë. Kur autoriteteve doganore u kërkohet të anulojnë një deklaratë për magazinimin e përkohshëm për shkak të faktit se mallrat e mbuluara nga deklarata nuk janë paraqitur në dogan, ajo deklaratë duhet të anulohet pavonesë pasi të kenë kaluar 30 ditë nga depozitimi i deklaratës dhe jo brenda 30 ditëve, pasi kjo është periudha brenda së cilës malli duhet të paraqitet në dogan. Objektivi i përgjithshëm që synohet të rregullohet me këtë projekt ligji është përmirësimi, qartësimi, plotësimi dhe harmonizimi i kuadrit ligjor për sigurimin e zbatimit të procedurave të parashikuara në legjislacionin doganor, si nga ana e administratës doganore, ashtu dhe nga ana e operatorëve ekonomik apo personave në përgjithësi të cilët kryejnë veprime në fushën doganore.